Gjermania synon të ketë ushtrinë më të fuqishme konvencionale në Evropë dhe në këtë drejtim ajo po ndërmerr hapa shumë konkret serioz. Ajo ka vendosur që në ushtri dhe në pajisje ushtarake të investoj qindra miliarda euro, ndërkohë që do të rresë dukshëm edhe numrin e ushtarëve. Dhe ky qëllim po realizohet më shpejt se sa që është menduar. Kështu, Bundeswehri gjerman apo ushtria gjermane e ka arritur objektivin për vitin 2026 vetëm brenda 7 muajve. Qëllimi ka qenë që deri në fund të vitit të ketë 186.000 ushtar, ndërkohë që deri me 31 korrik 2026 në radhët e Bundeswehrit janë futur dhe shërbejnë plot 186.700 ushtar e ushtare, që është numri më i lartë që nga viti 2013. Krahasuar me korrikun e vitit të kaluar, ushtrisë janë shtuar rreth 3.700 pjesëtar të rinj. Ndërkohë që deri në fund të vitit kjo shifër natyrisht mund të rritet edhe më tutje. Prej fillimit të këtij viti, Gjermania ka filluar të dërgojë ftesa të gjithë të rinjve që kanë mbushur 18 vjeç. Djemt duhet të plotësojnë formularin, pra është i obligueshëm nëse duan të shërbejnë në ushtri apo jo, pra të deklarohen, ndërsa vajzat mund ta bëjnë këtë. Vetëm gjatë korrikut të vitit 2026 Bundeswehri ka regjistruar rreth 47.300 aplikime të reja, që është një rritje prej 26% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ndryshe, prej janarit deri në fund të korrikut janë dërguar 378.000 njoftime për të rinj 18 vjeçar. Rreth 96% e të rinjve meshkuj kanë dërguar përgjigjet e tyre, ndërsa interesimi tek femrat për shërbim ushtarak është shumë më i vogël, sepse vetëm pak më shumë se 4% e femrave janë përgjigjur ftesës për plotësimin e formularit për shërbim ushtarak. Kjo tregon se vullneti për shërbimin e femrave në ushtri akoma është tepër i vogël. Por Berlini shpreson se modeli i shërbimit vullnetar të ushtrisë do të sigurojë numrin e mjaftueshëm të ushtarëve dhe se nuk do të ketë nevojë për futjen e shërbimit të obligueshëm ushtarak në Gjermani. Por për momentin, as kjo nuk mund të përjashtohet, sepse Gjermania planifikon që deri në vitin 2035 të ketë një forcë ushtarake prej 460.000 ushtarësh, ku 260.000 do të jenë ushtar aktiv dhe 200.000 rezervist. Ndaj, mbetet të shihet nëse këto shifra vërtet do të arrihen, por shikuar nga shifrat aktuale, planat po shkojnë si duhet dhe po realizohen sipas pritjeve. E kohët e fundit është diskutuar edhe mundësia e futjes së shërbimit civil për ata që nuk duan të shkojnë në shërbim ushtarak. Por akoma nuk ka ndonjë vendim për këtë çështje. Nëse vendoset diçka, unë me siguri që do t'ju njoftoj me kohë. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse më duket interesant për të gjithë ata që kanë fëmijë në Gjermani dhe që duan të jenë të informuar tek e fundit. Faleminderit dhe mirupafshim.